Përshëndetje të dashur shikues të emisionit Personazhe në Fokus. Sot kemi sjellë një personazh, një njeri që jep kënaqësinë të prezantojmë dhe një figurë të veçantë të komunitetit. Një njeri që i shërben kulturës, traditës dhe besimit dhe pushtimit të rrallë në jetën e tij të përditshme. I ftuari ynë është Ilir Selba, drejtues e ansamblit Visarat e Krapës. Një personalitet që ka zgjedhur të kontribuojnë në disa dimensione në jetën shoqërore dhe shpirtërore. Ilir, faleminderit që je sot pjesë e emisionit Personazhe në Fokus, duke treguar gjithçka për jetën tuaj, por gjithçka që ju jepni si kontribues apo si drejtues e një nga ansamblet që keni fituar trofe jashtë dhe brenda vendit, duke mbajtur gjallë kulturën e një zone apo një qendre apo qarkut të Tiranës. Faleminderit edhe një herë që do jesh pjesë e këtij emisioni për shikuesit e emisionit Personazhe në Fokus. Atëherë, përshëndetje të gjithëve, përshëndetje të gjithë atyre që ndjekin këtë emision, edhe një ndar ata që e kanë ndjekur me vëmendje këtë emision, jam edhe unë, që me vëmendje kanë ndjek dhe është kënaqësi dhe nder, dhe ju falenderoj shumë që më bët pjesë e këtij emisioni të mrekullueshëm, ku nxirrni në pa njerëz të cilët jo me shumë bujë, jo me shumë reklam, japin kontributin e vyer të çmuar të tyre në dobi të shoqërisë, në dobi të komunitetit ku jetojnë, por edhe në dobi të kombit. Dhe me të vërtetë është një emision shumë, unë kam ndjek në disa puntana atë që ju keni drejtuar me mjeshtri dhe sinqerisht ju falenderoj që i nxirrni këto njerëzit e thjeshtë që janë në mbretësi të komunitetit, i nxirrni në pa dhe ju tregoni vlerat se si punohet edhe me atë qetësinë dhe me dashurinë për vendin, për kombin, për kulturën. Urime për emisionin. Faleminderit Ilir, ti si gjithmonë aktiv në pozicion me mediat, një njeri aktiv jo vetëm për atë, por një njeri aktiv që ruan shumë atë kulturën e zonës së Tiranës. Shpeshherë ke qenë njeriu mediatik, shpeshherë ke qenë dhe pjesë e disa intervistave në emisionin të ndryshme, por edhe në televizionin Apollon, pasi ju keni qenë ftuar në disa aktivitete dhe në Myzeqe, dhe ne morëm shkas të vim direkte këtu, pikërisht në fshatrat e Tiranës apo në njësinë e Ibës, që ne i themi, për të nxjerrë Ilirin atje ku Iliri është vërtet si njeri dhe një intelektual e kësaj zone që përfaqëson një zonë të tërë në kulturën dhe trashëgiminë e një ansambli të tërë. Ilir, pa nisur dhe pa humbur ato fjalët e tona të bukura që ne dim t'i bëjmë në shqiptar gjithmonë me qokat, po do nisim ato pyetjen e parë. Ilir, si ka nisur rrugtimi juaj në drejtimin e ansamblit Visarat e Krapës dhe çfarë është motivacioni që ju mbani gjallë traditën? Atëherë, në radhë të parë të ruash traditën dhe zakonet e vendit tënd, nuk bëjmë gjë tjetër, pra është vetëm detyra morale që ne i shërbejmë vendit ku kemi lindur, jemi rritur dhe jetojmë në këtë vend dhe mendojmë që edhe jetën tonë ta mbyllim po në këtë vend që quhet Shqipëri apo që quhet Tiranë, pjesë e rrethinave të Tiranës, të cilat në jetën time asnjëherë nuk i kam braktisur pavarësisht ofertave të ndryshme për të braktisur fshatrat e Tiranës. Për këtë jam shumë krenar që janë pjesë e fshatrave të Tiranës. Siç e thatë edhe ju, unë nga viti 2004 e drejtoj një ansambël folklorik, tashmë me përmasa kombëtare, për shkak sepse ansambli folklorik Visarat e Krapës vërtet u krijua në një komunë të vogël dikur siç ishte Krapa, por sot ky ansambël emri, si themi ne, fama e këtij ansambli ka shkuar përtej kufive jo të Tiranës që nuk diskutohet, por edhe të Shqipërisë, por pothuajse edhe në Europë apo në vende të ndryshme të botës, ku ne kemi marrë pjesë dhe kemi paraqitur vlerat e bukura folklorike tabanin kombëtar që përçon trevat e malësisë apo e fshatrave të Tiranës. Ky ka qenë ajo misioni jon i cili i nisur për të ruajtur këngët, vallet, traditat, zakonet, veshjet, të gjitha këto për t'i ruajtur në originalitetin e tyre. Dhe ky ka qenë shkaku më i madh, po jo për një shkak të një cilësie kush e di, sepse normalisht këngëtarët, vallëtarët, interpretuesit janë amatorë dhe vinë nga fushat e ndryshme të jetës. Ata nuk vinë nga akademitë e artit apo nuk vinë nga skenat e mëdha të përfaqësimit siç janë teatri operës dhe baleti apo ansambli shtetëror apo ansambli Tirana, por ata vinë direkt nga terreni, nga populli, dhe me të vërtetë ruajtja e folklorit burimor
është objektivi kryesor Unë sa po do temës që dilja kemi te kjo arritur. pjesë e folklorit dhe burimet që i zgjidhni, Bisaret e Krabës, çfarë ishte motivi që u mbajti juve dhe e dyta, si bëhet promovimi i kësaj kulture? Si e hedhi Liri për ta promovuar këtë kulturë të zonës? Atëherë, në radhë të parë, motivimi ka qenë pjesëmarrja e disa banorëve të zonës tonë, të trevave të Tiranës, siç kanë qenë njerëzit e ndjerë që sot nuk ekzistojnë, Muharrem Bakalli, Sadik Baxhaku, apo artistë që sot janë mbi 80 vjeç, Shefqet Dervishi, Xhemile Tafani, Refik Guxha, i ndjeri klarinetisti më i mirë që ka pas fshatrat e Tiranës, Haxhi Balla, të cilët jo pak po qysh nga viti 1978 dhe deri pothuajse në mbylljen e jetës së tyre, ata kanë qenë pjesë të festivaleve folklorike kombëtare të Gjirokastrës. Dhe mu më vinte keq pastaj kur shikoja se si vazhdonte aktiviteti vetëm ata 2 muaj të festivalit të Gjirokastrës dhe pastaj çdo gjë u vënë në heshtje, ata vazhdonin jetën e tyre të përditshme dhe në 2004, mbas festivalit kombëtar të Gjirokastrës së vitit në shtator të 2004, pra kur festivali në vitin 2000 u rikthye në Gjirokastrë dhe 2004 në atë kohë Qendra Kombëtare e Veprimtarive Folklorike që Nisi drejtori ta çonte festivalin aty ku lindi festivali. aty ku lindi, por filloi dhe duke u angazhuar dhe Qendra Kombëtare e Veprimtarive Folklorike me një drejtues të mrekullueshëm që ishte profesori i nderuar Emir Dizdari, me të cilin kisha një njohje personale, arritëm t'i grumbullojmë dhe një herë këto vlera. Dhe daljen e parë publike, në atë vit, me ndihmën e profesor Ermirit, ne e bëm në sofrën Tiranase, ku ishte fiks ajo ku duhet shkonte folklori burimor Tiranas, ishte në sofrën Tiranase me të ndjerin Arben Tafaj, që zoti e më shëroftë. Pas kësaj viti që ju drejtoni këtë ansambël, që i keni vënë një emër tepër të veçantë dhe shep tepër kurioz edhe për vetë shikuesit. Cilat janë trofet që ju keni thyer në tapetet e kuq apo skenat jashtë dhe brenda vendit? Nëse do të më lejoni ju lutem, Po. unë 2 fjalë në lidhje me emrin e ansamblit. Ka qenë një koincidencë shumë e bukur sepse neve në një aktivitet, në një promovim në 2005 që u bën në sheshin Skënderbej apo në bulevardin Dëshmorët e Kombit ku Ministria e Kulturës asaj kohe dhe kryeministri Fatos Nano, i ndjeri Rahmet Pas, u organizuan për herë të parë ditën e verës zyrtarisht. Dhe ne kemi qenë një pjesë shumë të bukur të folklorit burimor të Tiranës në atë bulevard. Dhe gjatë vizitës që bëri kryeministri i asaj kohe, bashkë me drejtorin e Qendrës Kombëtare të Veprimtarive, profesor Ermirin, ai tha një fjalë të bukur. Këtu po shikoj tha që sepse ne shumë disa vjeshje të vjetra, mi 300 vjeçare, jelek, mitana, breza shumë të vjetër origjinal që mezi gjetëm, me të vërtet mezi gjetëm, dhe ai tha këtu kanë ardhur thesare tha. Dhe bëri pyetjen, kush i ka sjell? Dhe profesor Emiri i tregoi për mua bashkë me ato fëmijët dhe me ato njerëz që kishim angazhuar, dhe atë tha këtu kanë ardhur visare të vërteta. Dhe ne duke konsultuar këtë emër, dhe me të vërtetë është diçka interesante që emri i ansamblit ton ka vendosur ish kryeministri Fatos Nano, që tha këtu kanë ardhur disa visare të bukura kombëtare. Normalisht ne nuk mund ta qunim ansambli visaret e kombëtare, sepse është emër shumë i madh. Mendon t'ja vendosim visaret e Krabës, pasi mblodhëm të gjithë zonën dhe malsinë e Tiranës që ishte zona e Krabës. Trofet. Tani të shumta, unë shikoj këtu kemi trofet të shumta. I nderuar gazetar, të flasësh për 20 vjet jetë, pra 21 vjet jetë të një ansambli që pothuajse çdo vit i mbulon mbi 2-13 apo 14 aktivitete folklorike, pra pjesëmarrje në për festivale, vlerësimet nga jurit janë të shumta. Dhe unë jam edhe mend nuk i mbaj tani të gjithë, por unë do të vlerësoja për shembull çmimin e parë në Antigone të Gjirokastrës. Në komunën e Zagorisë, më duket në mos gabofsha, diçka e tillë, atje bëhet një festival i bukur me ritet pagane, me ritet tradicionale. Dhe kur jemi paraqit në atë festival, ne kemi çu disa lojra popullore, disa rite që ishin drejt zhdukjes. Dhe kryetari jurie ishte një profesor i nderuar, i cili aty vendosi më një herë sa pa performancën tonë dhe ato që ne dërguam atje,
tha të tjerët mos të konkurrojnë më, tha, sepse këtu kanë ardhur disa tradita, tha që ne i mendonim se ishin të zhdukura. Ju i solët ato në Ne skenë. i sollëm ato në skenë. Kjo pastaj vazhdoi mëtej në festivalin kombëtar të Gjirokastrës të vitit 2015 dhe të 2022, ai së treshit nuk gaboj kur u bë ky i fundit. Po kështu jemi nderuar me çmime shumë në festivalin në Tiranë, në Bashkinë Kamës, që bënte Bashkia e Kamës dikur. Ishte një drejtor Baftiar Qera që ka qenë drejtues me të vërtetë organizator i mrekullueshëm, dhe tash ne nuk e dim kush është drejtor atje, sepse njerëzit që punojnë siç duket nuk i pëlqejnë dikujt. Kemi në Peshkopi, ku u bë vitin që shkoi, u bë festivali i shoqatave kulturore dhe artistike kombëtare nga Ministria e Kulturës. Kemi marrë çmime në Kosovë, të para, të dyta, të treta, kuarajuse, pothuajse është mbushur plot ajo biblioteka me çmime dhe me medalje, dhe s'mund s'di që ndveçoj, sepse të gjithë vlerësimet e jurisë janë vlerësime që me të vërtetë neve na kanë nxitur për të vazhduar më tej, për të punuar më tej. Ti mos harron, ne bashkë ishim vitin e kaluar dhe falenderoj për atë eksponencë të bukur që i bëra ansamblit ton. Ishim në Lushnjë në festivalin e Vallës Tipologjike Popullore, një festival i mrekullueshëm, dhe ju e pat aty se si edhe ansambli jon u vlerësua nga ajo juri e mrekullueshme e festivalit. Dhe unë s'du të veçoj një çmim, sepse marrja e një çmimi, qoftë i parë, i dytë, i tretë, qoftë kostumografia, qoftë koreografia, qoftë vallja dyshe, qoftë instrumentisti, sinqerisht betohem që janë vlerësime. Janë vlerësime, dhe me të vërtetë është kënaqësi që kemi shumë çmime kombëtare dhe ndërkombëtare. Ne ishim në Struk dhe morëm çmimin Valtari. Keni marrë Kosovë, keni qenë pra, do me thënë në Bosnje, unë nuk e harroj kurrë rastin e Bosnjë Hercegovinës, në mos gabofsha dikur rreth vitit 2007, u bë një festival i madh botror në Sarajev, dhe unë nuk do të harroj kurrë deklaratën e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të jashtëm të Bosnjës, i cili tha se atë çka ju e sodhët këtu në këtë pallat sporti, se u bën një pallat sporti të madh, për 15 minuta, tha, ambasadës shqiptare i duhet ta bëj këtë promovim 5 vjet dhe me buxhet të madh. Kjo ishte një mrekulli që ju sollët për çfarë do me artin, me folklorin, dhe unë sigurisht jam shumë i kënaqur me artistët, me ata që vazhdojnë të jenë aty, me ata të cilët punojnë me mishe me shpirt, me ata të cilët kontribojnë, por sigurisht vlerësoj edhe mediat për sponsorizimin. Unë fakti më mirë ka qenë. Sa do vazhdoj liri kështu? Kjo është pyetje pak, do të thënë. Pak që do të thënë se po është pikante për ta thënë. Kam në ansambël një zotëri që është 82 vjeç. Ai vazhdon të kërcej akoma. Nga një herë mërzitet, lodhjet, ndofta stresi, problemet, por të rregoj një kuriozitet që ne që merremi me artin dhe folklorin burimor, kemi një diçka që ne nuk kemi pjesë e spitaleve dhe e ilaçeve shumë. Dhe i them nga një herë, o çeti, po kur do smuash, kur dalesh artin? Thot, nuk smuam se s'kam kohë të smurem, sepse thot sa e mbyll një festival, do përgatitemi për tjetrin. Dhe s'kam kohë, thot, që të mendoj, thot, që e kam tensionin ka që milës nga një bëj shaka, se i kemi do të vjetër në ansambël, moshat vjetra, dhe ju them nga një herë, a i keni marrë ilaçet me vete? Hoxh, drejtori, kemi harruar në shtëpi. Po si do t'ja bëjmë? Hajde i fusimi të kërcime. Pra me të vërtetë është ajo gjë e bukur që dikur thoshte populli që arti, kultura, mbajtja gjallë e tyre dhe sporti janë ilaçi më i mirë për njerëzimin. Të bëra një pyetje pak më lart. Më thuaj. Sa do zgjasë Iliri me ta drejtuar? Çfarë do sjellë Iliri akoma element të rinj dhe diçka më të veçantë në takime të ndryshme? Me mua normalisht është edhe një herë unë duhet i falenderoj gjithë ata të cilët na kanë ndihmuar. Sigurisht unë nuk duhet, ndoshta nuk është e mirë, por unë nuk harroj dot se kjo zemra ngulçon dhe ne artistët na dalin fjalët nga shpirti, jo nga halli. Për shembull, unë nuk do të harroj kurrë kontributin e çmuar që na ka dhënë ansamblin ton, se mos të harrojmë, ansambli ynë, ky është fakt dhe pse mund ta verifikoni më së miri, që është i vetmi ansambël në qarkun e Tiranës që organizon 2 festivale kombëtare ku? Në Krab. Pikërisht në Çdo vit Kraba bëhet arenë
e folklorit burimor, jo vetëm nga Shqipëria, por nga Kosova, Maqedonia, deri dhe Lugina e Tremat Preshevës. shqiptare. Deri Lugina e Preshevës ka dalë në skenën e festivalit të Krabës. Dhe sigurisht, që shkojmë deri këtu, mos të harrojmë kryetarin e bashkisë, kushtetues po e them tani, se kështu po e pëlqen t'ja thon për shkak të disa punëve që nuk janë dorën tonë, janë probleme tjera, por të kryetarit të bashkisë Erionit Velis, të kryetarit të Këshillit të Qarkut, që punon me një angazhim tej mase të madhe kur vjen puna për folklorin burimor. Kur vjen puna për folklorin burimor, ai Qarku i Tiranës, Bashkia e Tiranës, por ajo çka është më e bukur, ne kemi arritur, jo, lutem do të rrepes. Falënderimi, jo të lutem të pres. Jo, nuk është falënderim, është kontribut. Ne jap diku vend tjetër në Jo, emision është drejt. lutem emisioni. Kush bën detyrën e vet, ti ku është drejtues. Tani dëgjoj. I nderuar gazetar, un kam respekt për media dhe më ftojnë më respekt. Patjetër që po. Por ndoshta un kur shkoj për studio gjithmonë më thon oj li po pse fol kështu ti ose pse po kështu. Ma thoj ma bën nuk je i vetmi, do un falenderoj shumë se që ti vën duke. Dukesh nga ti pare që ke, por o vllai dashur, i nderuar vllai, po them vlla se ne jemi shqiptar, jemi të gjaku, kur nuk kemi ndarje dhe jemi gjithë njësoj, jemi bitë shqipes, por do të them diçka. Nëse në aktivitetet tona nuk ka një mbështetje shtetërore, kushdo qoftë. Unë kam bërë festivale dhe në kohën e tjera regjimeve, apo udhëheqësve të tjerë, po them, apo kryeministra politikë të tjerë. Kjo nuk më intereson. Arti nuk ka politikë. Arti nuk ka politikë. Ama, unë s'mund të ri pa përmend për shembull ish drejtorin Ermir Dizdarit të Qendrës Kombëtare të Veprimtarive Folklorike. Unë s'mund të ri pa përmendur Esat Rukën, ish drejtorin e Qendrës Kombëtare të Veprimtarive Folklorike, që nuk lente festival kombëtar pa e ftuar ansamblin ton. Se thoshte kur më vjen Kraba, më vjen originaliteti. Atëherë si mund mos t'i përmend? Po ta realizosh një festival me 300 artistë në Krabë, në një komunë të vogël, po si mund t'i thush, si mund të rish dot pa i thënë faleminderit kryetarëve të komunave, nga Refiku tek Alfred Braja, tek Lorenci Supi, pra gjithë janë mbështetje. Dhe prandaj ne folim emocion, dhe ne nuk kemi parti. Folklori nuk ka parti. Ka tabanin kombëtar parti. Patjetër. Fal se ngjita problemi është çfarë ka një gjë shtepër të veçantë që visarët e Krapës së shpejti do ta hedhin në treg. Tani, e pare punës do të korrigjoj. Dëgjoj, i nderuar. E pare punës, të lutem do të heqësh fjalën treg për folklorin. Nëse treg nuk të lutem. Në tregu publiku. Në tregu është publiku që pëlqen. Nuk ka rëndësi, sepse ne e dim, jo të gjithë e duan folklorin burimor. Kupton? Jo të gjithë e duan atë veshjen e vjetër origjinale. Sepse është bërë komercialitet. Ne po shikojmë sot me keqardhje them këtë, dhe kam thënë në çdo televizion që kam shkuar dhe nuk të rri dot pa e përmendur tek ju, që edhe folklori po pastërtohet. Tani mos arrini tani xhubleta të deformohet në atë lloj veshje, të hynë në një pasarel mode me lakuriksi, kjo nuk është e pafalshme. Tani ne bëm gjithë atë luftë me si futëm lahutën në UNESCO. Bëm gjithë atë lahut, gjithë atë luftë të madhe, xhubletën e çum në UNESCO. Tani po bëhet një drapollite në UNESCO, devolliçe në UNESCO. Tjetrin po e bëjmë pasuri kombëtare, po fusim po çojmë drejt UNESCO-s dosjen më të bukur që quhet dosja e Qeleshës apo e Prisit, siç e thotë dikush. Pra, pse duhet të bëhet kërkesë për një për të dhënë një dieni se futi po bëhet kërkesë edhe nga muzeqeja për të futur vallën që i thonë vallën dyshe muzeqare, por dhe vallën humoristike të ngjallave. E kam ndjekur te këtë, është një vallë shumë. Apo ajo çka ne kemi kërkuar në Shqipërisë mesme, se normalisht të gjithë po flesin, fol Jugu, fol Veriu, po pritim se ne po degradohet veshja më e bukur shqiptare. Dini kush është veshja më e bukur për mua? Se normalisht të gjithë kanë veshjet e vjetra. Janë dëmiqtë e mermerit më. Po hiqet termi dëmiq mermeri. Dhe unë jo më larg se mbrëm pash diku sofrën Tirana, se nuk e di kush e ka organizuar, nuk më intereson, por tani nuk kishte brekushe tiranëse mër. Ishin vesh me veshjet me qitjanët, me gajtani thomi ne, që nuk i përdorim dot ne, nuk janë Tiranës. Pra si mundet në sofrën tiranëse
dëmiqt ishin të degradu komplet, dëmiqt Tiranës, dhe nuk ekzistojshin as gjokat e Tiranës, as linjat e Tiranës, as brekushet e Tiranës, as pingat edhe valltaret me atlete ishin sken. Pra këto neve po e kanë futur në komercialitet o i nderuar vlla. Prandaj kjo na bën neve që territoare tradicionale. Nëse ti ke pasion gazetarin, vllai dashur, nëse ti e punon këtë punë me shpirt, me pasion, unë ti kam ndjek emisionet të fundit që ndoqja ishte një me atë këngëtarin e Dumres, një djalë i mrekullueshëm, Raboja, Ledian Rabojën. Pra Lediani ka ardhur në ansamblin ton 2-3 herë dhe ka kënduar me ne, ka qenë pjesë kur ne kemi qenë turne jashtë shtetit. Pra, ti e punon me pasion, dhe nëse unë ta prek atë pasionin tënd. Normale është për them. A kupton ti pastaj irritohesh, kjo është ajo. Falë se bëm në për të kaluar te pyetjet e tjera, pasi na ha kohë të diskutojnë shpesh, i the të gjitha për gjithë atë drejtim që ju bëni tek ansambli Visarat e Krapës, thash një emër shumë i gjetur dhe një emër shumë i goditur dhe u falenderoj dhe në emrin tim dhe në emrin e emisionit Personazhe në Fokus që drejtoni këtë lloj ansambli, pasi unë kam qenë dhe e kam ndjekur këtë ansambl në tapetet e kuq. Për të kaluar te pjesa tjetër, si balanconi përgjithësinë, rëndësinë ansamblit, rëndësinë e një drejtuesi fshati, një besimtar i një komuniteti, si balanconi këto? Faktikisht nëse gjen kohën dhe vendin e duhur për çdo gjë është në rregull. Pra mu nuk më pengon praktikat e mia fetare. Unë jam besimtar musliman, nuk më pengojnë as pak që t'i shërbej komunitetit. Nëse dikush mendon që mu praktika më punoj një punë dhe kjo nuk më lejon të bëj punë tjetër, ka gabim. Zoti neve na ka dhënë 24 orë në dispozicion. Të gjithë njerëzit. I dini që kohë është kohë. Nëse ne këtë kohë e programojmë, ka kohë edhe për besimtarin, pra për të qenë adhurues ndaj Zotit, kemi kohë dhe për të shërbyer komunitetit që unë e drejtoj në 2 fshatra si kryetar zyrtar, pra i emëruar nga Bashkia e Tiranës, dhe jam në çdo ditë në terren me njerëzit, shkoj atje ku kanë problemet, ndjek një investim, jam në marrëdhënie të shkëlqyera me administratën e komunës, me administratorin, që bashkërendojmë probleme të cilat dalin gjatë rrugtimi, por pastaj në darkë shplodhjen e gjej kur merrem pak me artin, me kulturën. Pra e gjej atë kohën, pothuajse çdo mbasdite, dhe fillojmë përgatitemi, shikojmë ku kemi një koncert, shikojmë ku kemi një program, shikoj ku kemi një aktivitet. Ajo që unë kam shmangur deri sot ka qenë pjesëmarrja në për dasma. Dhe unë jam i çik ekstremist në këtë fjali, sepse po shikoj që në për dasma është ul shumë roli i daullës, roli i femrës, roli i gjithë se dalin të femra, aty vishën si burra, fillojnë i binë aty bum 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 me një USB, bëjnë vetëm zhurmë, nuk është folklor. Nuk është ajo që ne duam në një dasmë tradicionale shqiptare. Ne shijojmë në një dasmë tradicionale shqiptare, na vishet dikush me një veshje të bukur kombëtare, duke filluar që nga opingat e deri tek shamia e kokës, ne shijojmë kur kërcehet arvallja dyshe myzeqare dhe aty të gjithë gulmojnë dhe kanë pasion që dalin dhe ta kërcejnë edhe vetë, ma kupton? Apo kur kërcehet një valle vajzash, e kënduar apo me iso, apo pra çdo rreth, apo çdo fshat, çdo zonë ka traditën e saj në përdasme. Zoti Selma, që në fillim të emisionit deri tani, pikëpari me sa kuptoj ti këtë pjesa e këmbgurtë apo pjesa tradicionale nuk lejon evolimin e muzikës. Do thotë sot si më doni evolimin e muzikës rrugë tradicionale. Unë nuk jam kundër unë nuk jam kundër këngëtarëve apo kundër atyre të cilët me të vërtetë nxjerrin e pak këngë tradicionale. Si zona juaj e Myzeqes, si zona e jugut Shqipërisë, si zona veriore, kanë këngëtarë të mrekullueshëm, këndojnë shumë mirë. Unë, o vllai dashur, jam kundër atyre të cilët duan, për shembull po më thoshte një ditë, kishte mbaruar për kanto. Kupton? Dhe nga që nuk kishte shumë sukses në jetë, në kanto, pra ishte keq në anën financiare, me rrogën buxhetore të shtetit, tha i lirë të ata shkëndëru edhe unë zanat. I thash qaje po, jam bërë këngëtar dasmash. Pak e çuditshme. Apo kupton?
Pra do më thënë mu kjo nuk më pëlqeu. Pra një njeri, një pedagog universitetit të Kantës, një njeri akademik i përkryer në arsim, dhe të përfundoj këngëtar të avalaja në përdasma, kjo vllai dashur është e çuditshme. Për kaluar te një pyetje tjetër, si e shihni rolin e besimit, forcimin, unitetit dhe harmonisë midis komunitetit dhe si drejtues fshati? Unë e shpjegova dhe pak më përpara, mu nuk më ka penguar as pak besimi ti përkushtohem vendit tim. Unë në parimet e mia fetare e kam parim që Zoti është mirë dhe është i pandryshueshëm. Pra, këtu nuk është vija e kuqe. Nëse dikush ulet me mu dhe thot, unë nuk e besoj Zotit, i them vazhdo se nuk je nivelim. Pra nuk mundem sepse di pastaj që ai do marrë një rrugtim tjetër bisedës. Biles unë të tregoj diçka, dofta për të shuar kuriozitetin, unë jam ftuar disa herë në disa debate në studio televizive dhe në moment që i kam thënë më bjerë, kush është në studio me mu? Sidomos kur ishte ky ligji barazisë penore etj. I thash po ta di sepse du të shoh. Dhe më ka thënë dikush është filan, kam thënë nuk vi. S'mundem unë dot të bëhem rrugaç në studio se pastaj duhet më përgjigj atij rrugaçit si rrugaç. Ati fjalor pisti duhet më përgjigj si fjalor pist. Jo. Unë jam besimtar, unë du kulturën, du vendin tim, du kombin tim. Nëse kam përballë një abdhetar, nëse kam përballë një artist të madh, nëse kam përballë një gazetar të mirë, ulemi, bisedojmë, konsultojmë, nxjerrim ndoshta edhe të gabimet edhe të metat, se kjo nuk do të thotë se unë që i kam gjitha këto nuk kam të meta. Kemi dhe të metat tona, kemi dhe gabimet tona. Ama kur i konsulton këto gabime, këto të meta, siç ndodh edhe në art, se dhe paraqitja në skenë nuk ka gjithmonë të përkryer. Ka dhe ajo gabimet e veta, ka dhe ajo të metat e veta, po kur ti këto gabimi konsulton me një profesionist, artist, atëherë merr diçka të bukur. Zotë Silva, kjo pjesëmarrje që ju kuptohet pak më lart që përfshinte dhe të rinjë në aktivitetet e juaja. A është e lartë pjesëmarrja? Si e shikoni? Dëgjoj, si kudo, jo vetëm në folklor, edhe në besim, edhe kudo, ka një angazhim shumë të madh të rinisë. Sepse ne dim sot sfidat e rinisë. Ka nga ata prindër të cilët paguajnë në Tiranë, janë disa për t'i bërë fëmijë promotor të një bravo, për t'i kaluar ata fëmijë dikoj që mos i kenë në rrugë, mos i kenë kontingjent të dikujt nesër, nëse nuk merren me diçka të mirë. Dhe biles edhe qeveria shqiptare ka nxjerrë një vendim dhe thotë që do të kaloj edhe me drek nëpër shkolla, derisa prindit ta mbarojnë punën. Kjo është një iniciativë shumë e mirë, sepse mban rininë e kontrolluar. Tani, ka të rinj të cilët do të vinë. Unë i kam pas, po të flas nga dita e krimit ansamblit deri sot, unë mund t'i kem pas rreth 300-400 të rinj dhe të reja. Sot janë oficera, sot janë mjek, sot janë infermier, janë në emigracion, janë në Angli, janë në Gjermani, deri në Amerikë, dhe vazhdoj të kem edhe sot. Mirë, po çfarë ndodh? Sot kemi një fenomen që e kanë të gjithë grupet, jo vetëm unë. Sot është subvencionimi i shtetit. Për të mbajtur gjallë grupet dhe të rinj që janë pjesëtar në grupet amatore. Bravo. Sepse për të vesh re, nëpër dikastere fitojnë projekte disa shoqata, siç dëgjova një ditë una që karnavalet e Korçës, atësaj të Shkodrës, kishte organizuar një, nuk e di nga ishte, që s'kishte lidhje fare me Shkodrën, me historikun e karnavaleve. Tender, 18.000 euro, bë tendri, merr parat, ik. A ma kupton? Një gjë ka ndodhur me mu vjet. Unë vjet ra shpreh një mashtrimit një shoqate, e cila më kërkoi të organizoj 3 festivale në 3 vende të ndryshme të qarkut Tiranës. Ja organizova në mënyrën, në njërin keni qenë ju në Rrogozhin. Po, patjetër. Jeni dëshmitar, apo jo? Po. Në një pjesëmarrje me një organizim të përkryer. Dhe jo më larg se deri në fund të vitit, zotëria nuk na derdhte lekët për të paguar ato që ne kishim harxhuar, drekat, dargat, fonin, sallat etj, sepse kishte marrë fondin dhe nuk na derdhte lekët, pra ishte një fondacion. Kjo është e keqja. Unë kërkoj
nëpërmjet televizionit tuaj të nderuar, nëpërmjet emisionit tuaj i nderuar gazetar, që këtu të merret përbazë ligjit që ka Kosova. Në Kosovë, nëse një grup është funksional dhe ka mbi 10 aktivitete të miratuara, pra 10 aktivitete thotë që unë t'jem në 10 festivale zyrtare, jo se më mush mendja nesër unë dalë në Skënderbej dhe për një koncert. Dhe shteti i jep buxhet. Për shembull kam miqtë e mi, buxheti i fundit që kishin marrë ishte 90.000 euro. Ne s'kemi kërku 90.000 euro, apo ne vëlla kërkojmë të na paguhet për shembull që këto artistë kur i marrim në për aktivitete, ty e hapim dieta vogla që të lëvizse, që ata mos kenë synimet e familja, pjesës buxhetit familjar. Kjo është familjar. Megjithatë unë falenderoj se gjithë vinë me buxhetin familjar. Kjo është sinqert. Falenderoj dhe unë që gjithmonë flet vetëm për komunitetin tënd, që është një pjesë jo të gjithë e kanë dhe je një njeri që i përshtatesh ti komunitetit tënd. Çfarë projektesh synoni të keni në të ardhmen dhe si aspektim kulturën apo ashtu atë shqiptare apo ndoshta të ndërthurur në brendësi të saj apo thjesht rruni vetëm pjesën tradicionale që shpjegohet pak më lart. Ka diçka të lëvizme e liri këtu? Normalisht, këtu tani dhe ne duhet i përshtatemi pak këtyre lëvizjeve të kohëve të fundit, reklamimit mos miri, atë çka po bën edhe për shembull ministria që unë nuk kënaqa shumë kur një grua e Zibrit, pra mori pjesë në një panair ndërkombëtar me atë veshjen karakteristike të Zibrit duke hodhuar tapetet ku në mes të Gjermanisë. Ai ishte një perl. Dhe unë shikoja mediat që gjithë u fokusoheshin tek ajo. Pra tregon që diçka po lëviz. Edhe ne normalisht, ne kemi 2 projekte të cilat mendojmë të realizojmë këtë vit. Pasi vitin e kaluar nuk e realizuam dot festivalin e riteve pranverore për shkak të disa punimeve që po kryen në Krap, pasi Krapa është kthyer në një kantier ndërtimi, shkolla e re, rrugët e reja të mbrëmshme të jashtme, ndriçimet që po realizohen, pra është me të vërtetë në një kantier ndërtimi. Dhe ne besojmë se fundi i marsit do të jetë ai që do i mbylli pjesën më të madhe të projekteve dhe mendojmë ta rikthejmë këtë vit edicionin e 20 të Fest Folkut Riteve Pranverore në Krap. Do t'ju ftojmë edhe juve të jemi Faleminderit. Ashtu me grupe folklorike si gjithmonë dhe me grup pune dhe në ndërtimin administrator. Është rëndësishëm bashkëpunimi fort me institucionet që të ruajnë trashëgiminë kulturore të zonës. Si e ke këtu? Ke bërë një pyetje shumë të vështirë. Për mua. Iliri është i fortë dhe i kthem përgjigjet. Jo, do të mundohem ta kthej, por është e vështirë vëlla, sepse nëse në për institucione vendosen njerëz politik, çdo gjë dështon. Ata vendosen për merita se i kanë kontribu partisë, i kanë kontribu dikujt, një deputeti apo një ministri dhe i merrit që në ato pozicione. Është për të ardhur keq. Sa po kuptoj ju e keni të kjo pjesa më shumë tek goditja e artit që vendosen drejtues ata që s'kan lidhje me artin. Njohin historinë e artit fare. Tani, Qendra Kombëtare për Pronëtarive Folklorike, që është një institucion që ja ka ndërruar duket emrin tani, se ja ndërrojnë emrin, sa e ndërrojnë ministrat, ndërrojnë dhe emrin e QKV-s, dikur i thoshim Qendra Kombëtare për Pronëtarive Folklorike. Për shembull, ne akoma nuk e dim kush është drejtoresha, çfarë do të bëjë, si domethënë vazhdojnë ca punonjës që kanë nga 30 vjet që rrinë atë institucion, ata janë shumë bashkëpunues, por vjen një moment që nuk jep dot. A kupton? Por është shumë e rëndësishme. Dhe unë kam biseduar para disa ditësh me sekretarin e përgjithshëm të Akademisë së Shkencave, akademik Vasotole. Kam biseduar me akademike, pra ne kemi akademik bashkëpunimi, nuk e kemi me njerëz të rrugës, apo nga ata që bëjnë 2 faqe shkrimi dhe thonë jemi gazetar, për të marrë një shembull, se dhe ju e keni të njëjtën kontradikt. Apo hapin një faqe profili portali hapin një gazetar i madh. Bravo. Ka nuk vjen juve. Ashtu. Për shembull Afrodita Urnuzi, akademike shumë e madhe, Agron Xhangolli, akademik shumë i madh. Ne kemi konsultuar dhe kemi biseduar. A të mlidhemi një herë të gjitha këto ansamble që veprojnë në Republikën e Shqipërisë? Që të çmangim këta shoqata fantazëm që shkojnë e bëjnë projekte dhe marrin për shembull, tregoj vetëm diçka të vogël. Ata marrin buxhete. Për shembull, unë tregoj diçka. Vitin e kaluar
fest në Kala, në kuadër 80 vjetor çlirimit të Shqipërisë, e ka bërë ansamblim. Ma kupton? Po. Por më thanë që do t'i drejtohesh një filan shoqate, se ky ka njohje në ministri. Shku. E çuditshme. Jo, sinqerisht të betohem, Po jo s'po e morëm ne. besojmë. Ishte projekti joni, organizimi imi, të gjitha nuk ka rëndësi, e bëm bukur dhe mendum që çdo vit ta bëjmë Kalan e Petrelës dhe të tregoj që shoqata që fitoi me ndërmjetësimi X-i, i shkruajta para ca ditësh e kishte bërë ku? Në Peqin. Pra e kishte marrë fondin e ministri, e kishte shkruar edicioni i dytë fest në Kala, Dhe transferuar në një bashki kishte tjetër. çu në Peqin. Bashki tjetër. Pra, kjo është ajo që duhet bashkëpunimi. Dhe ne bashkëpunimi fillon ku? Fillon tek administratorët e komunave, siç është këtu Joni Krabë, njësive administrative, se u thon tash. Njësi administrative Krabë. Krabë, ai ta vazhdoj më të tjetë në bashkia që në ministri, dhe unë jam i gatshëm në iniciativën që foli dhe akademik Vastole, që të mblidhen një dha këta shoqata kulturore dhe artistike, që kanë veprimtari, që çojnë folklorin burimor, çojnë gjëra të bukura. Ilir, S'di që pasioni jote e unë flas me pasion sepse edhe shumë i ngarkuar me të gjithë këto problematike që u kanë hapur të tjerët, pasi ju sillni traditën, sillni kulturën e kësaj zone, sillni atë thesar që vallë jo çdo kush e bën në jetën e tij të përditshme, ku hiqni nga vetja, nga familja dhe i përkushtoni diçka që të mbetet në vazhdon e historisë. Unë të falenderoj që ti ishe, po para se ne të kalojmë të ka pjesa e mbylljes së emisionit, a do kishe diçka tjetër i lirë dhe cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë këtë që ju sot ishit në prezencë në emisionin Personazhe në Fokus? Atëherë, unë nuk kam çfarë të flas sepse pothuajse të gjitha i folëm, i konsumuam ato çka kishim dofta të mira apo të këqija, por biseda për mua ishte shumë e këndshme dhe të falenderoj shumë. Mesazhi im i fundit e dikush është 2 fjalë. Duajeni fen, duajeni atë dhen, punoni për kombin tuaj pa hile dhe Zoti do t'ju nderojë gjithmonë. Në fund të këtij rrëfimi të veçantë, kujtuam dhe përkushtuam çdo fjalë ndaj traditës, komunitetit, besimit. Është një mision që kërkon me zemër dhe përgjegjësi. Faleminderit Zotit Ilir Selba. Faleminderit edhe për praninë dhe mesazhin frymëzues që ndave me ne sot. Gjithçka që ti u shpreh për këtë emision. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues, pasi do jeni pikërisht me ne për ta ndjekur